Të dashur miq, përshëndetje, duke uruar një ditë super të bekuar me Zotin. Ju ftoj që të qëndrojmë së bashku për disa momente, pasi këto minuta mund të jenë bekim për ju dhe për familjen tuaj. Sot do ndalim tek Psalmi 34 vargu i 18, i cili thotë: Zoti është pranë atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që kanë frymën të dërmuar. Nga jeta kemi kuptuar se ekzistojnë plagë që duken dhe plagë që vetëm Perëndia i sheh dhe askush tjetër nuk është në gjendje t'i dallojë. Një dorë e thyer futet në allçi, një plagë në trup mjekohet, por çfarë bëjmë me një zemër e cila është e shkatruar? Ka njerëz që ecin, punojnë, buzëqeshin, flasin, shërbejnë, kujdesen për familjen, madje bëjnë shaka me të tjerët, dhe megjithatë brenda tyre mbajnë copzat e një zemre të thyer. Ndoshta ka thyer një tradhti, një humbje, mbase një fjalë e gabuar, një dështim. Ndoshta largimi dikujt që mendoje më parë se do të qëndronte me ty përgjithmonë. Dhe pikërisht këtyre njerëzve, Psalmi i Davidit u thot diçka të jashtëzakonshme. Zoti është pranë. Jo Zoti vëshkon nga larg. Jo Zoti vëzhgon nga distanca, apo ai do të vijë një ditë. Jo Zoti do të afrohet kur ti të bëhesh më mirë, por Zoti është pranë tani. Tregohet një histori se si në traditën japoneze ekziston një art i quajtur kintsugi, kur një enë e çmuar prej qeramike thyhet. Mjeshtri nuk e hedh, por ai mbledh me kujdes copzat dhe i bashkon përsëri. Por ka diçka tepër të veçantë. Mjeshtri nuk përpiqet i fsheh vijat ku ena është e thyer. Përkundrazi, ato theksohen me ar. Pra ngjitja bëhet nëpërmjet floririt. Pra plaga nuk fshihet, por bëhet pjesë e historisë së kësaj ene. Shpesh ena e restauruar bëhet më e çmuar pikërisht sepse ka qenë e thyer më parë. Çfarë ilustrimi i fuqishëm për hirin e Zotit. Ne duam që Perëndia të fshijë historinë tonë, të shkuarën, dhimbjen, vuajtjet. Perëndia shpesh zgjedh ta shpengojë atë. Zoti sjell të gjitha copzat e zemrës tonë të thyer dhe i bashkon. Ai sjell hirin, ndërsa ne sjellim plagët tona. Zoti sjell vajin e shërimit, ndërsa ne sjellim enën tonë të thyer. Zoti fillon restaurimin. Ky është ungjilli miq. Davidi thot: jo vetëm Zoti është pranë atyre, por pranë atyre personave që kanë zemrën të thyer. Zakonisht në botën tonë njerëzit afrohen tek të fortët. Apo jo? Afrohen tek njerëzit që fitojnë, tek të suksesshmit. Njerëzit që kanë influencë, emër, pushtet, por Zoti ka një gjeografi tjetër të pranisë së tij. Zoti afrohet tek i thyeri. Kjo është një nga paradokset më të bukura të besimit. Kur zemra jote thyet, ti mund të mendosh: Zoti më ka harruar, ai më ka braktisur. Por Psalmi i Davidit thot: jo, pikërisht këtu Zoti e zbulon praninë e tij. Ka momente kur dhimbja na bën të ndjejmë mungesën e Zotit, ndërkohë që Shkrimi i Shenjtë, Bibla, na siguron që Zoti është pranë. Ndjenjat tona mund thonë: je vetëm. Mirë po, fjala e Zotit thot: Zoti është këtu, ai është pranë. Ndjenjat mund të thonë: nuk do ta kalosh lehtë këtë dhimbje, këtë vuajtje. Por fjala e Zotit thot: Zoti shpëton ata që kanë frymën të dërmuar. Dhe vini re, Davidi nuk thot se Zoti është pranë vetëm atyre personave që kanë besim të madh, por ai po thot se Zoti është pranë atyre që kanë zemrën të thyer. Donjëherë ndodh që nuk ke më fuqi të bësh lutje të gjata, mbase nuk ke as fuqi të shpresosh, nuk ke fuqi të argumentosh teologjikisht, nuk ke fjalë. Ka raste në jetë që ke vetëm lot, por ka lutje që nuk artikulohen me buzë, lutje që rrjedhin nga syt. Dhe Perëndia i kupton, ai dëgjon. Zemra e thyer nuk është zemra e humbur, miq. Kjo është shumë e rëndësishme. Një gjë e thyer mund të duket e pavlerë për njeriu, por nuk është kështu për Zotin. Jemi ne që i hedhim gjërat e thyera të jetës, por Zoti që i restauron ato. Ne i fshim plagët, por Zoti i prek, i shëron. Ne turpërohemi nga copzat, Perëndia ndërton përsërim me to.
Bibla është plot me njerëz që Zoti i takoi diku në jetën e tyre, ndërsa ata ishin krejtësisht të humbur dhe të thyer. Jakobi në 10 e vjetër u takua me Zotin dhe mbeti duke çaluar. Jozefi kaloi përmes pusit edhe burgut përpara se të mbërrinte në pallatin mbretëror. Pietri qau me hidhërim pasi mohoi Krishtin, por Jezusi e kërkoi atë përsëri. Zoti nuk shkruan vetëm histori me njerëz të fortë, por ai shkruan kryevepra me njerëzit e thyer. Ndoshta sot je duke mbajtur një copë të jetës tënde në duar, që ti nuk di si ta vendosësh përsëri në vendin e duhur. Mos u përpiq ta fshehësh nga Zoti. Sille tek ai. Thuaj Zotit sot, Zot, kjo është zemra ime. Zemra ime nuk është si më parë. Dhe ndoshta përgjigjja e Zotit nuk do të jetë do ta bëj përsëri si më parë. Ndoshta Zoti në këtë rast do të thotë do ta bëj diçka që nuk ka qenë kurrë më parë. Sepse restaurimi hyjnor nuk është gjithmonë kthim në gjendjen e vjetër. Ndonjëherë është krijimi i diçkaje të re, më të thellë, më të lavdishme. Pas dhimbjes mund të kesh më shumë dhemshuri për të tjerë. Pas humbjeve mund të kuptosh më mirë lotët e të tjerëve. Pas tradhtisë mund të mësosh vlerën e besnikërisë. Pas rrëzimit mund të njohësh hirin e Zotit në një mënyrë që krenaria nuk do të ta kishte lejuar kurrë më parë. Ka gjëra që për Perëndin njerëzit i mësojnë në librari, por ka gjëra që i mësojnë vetëm në luginën e dhimbjes dhe të vuajtjes. A dini që ka emra të Perëndisë që ne i lexojmë në Bibël, por ka emra të tij që bëhen realitet vetëm kur gjithçka tjetër na është rrëmbyer. Kur nuk ke më forcë, ti zbulon që Zoti mund të jetë forca jote. Kur nuk ke më ku të mbështetesh, ti zbulon që Zoti është shkëmbyt. Kur të gjithë largohen, ti zbulon kuptimin e fjalëve Zoti është pranë meje. Prandaj, mos e mallko gjithmonë vendin ku ti je thyer, ku je rrëzuar, sepse ndonjëherë vendi ku zemra jote është thyer bëhet vendi ku Perëndia të zbulohet më afër se kurrë më parë. Plagët mund të mbeten pjesë e historisë tënde, por ato nuk ka pse të mbeten fundi i historisë. Në duart e Zotit, plagët mund të bëhen dëshmi. Dhe një ditë, ti do të shikosh prapa dhe do të kuptosh. Unë mendova se në atë periudhë të jetës, Perëndia ishte më larg nga unë, por tani e kuptoj, Zoti ishte më pranë se kurrë ndonjëherë më parë. Ndaj miqtë e mi sot, mbase nuk keni nevojë për një shpjegim, por keni nevojë për çfarë? Për praninë e Zotit në jetën tuaj. Nuk keni nevojë që dikush të vijë t'ju tregojë pse këto gjëra ndodhen, por ke nevojë të dish që nuk je vetëm, ndërsa po kalon nëpërmjet tyre. Dhe Psalmi 34:18, Psalmi i ditës sotme, nuk na jep një teori mbi vuajtjen, por na jep një Zot në mes të vuajtjes. Zoti është pranë. Prandaj nëse zemra jote është thyer sot, mos mendo që Perëndia është larg. Shiko përsëri. Ndoshta Zoti është pikërisht aty, duke mbledhur copëzat që ti mendove se nuk mund të bashkoheshin më. Edhe kur mjeshtri i madh merr në duart e tij një jetë të thyer, thyerja nuk është fundi, por mund të jetë fillimi i një historie të lavdishme dhe krejt të re në jetën tënde. Le të lutemi Zotit së bashku miq. Zoti i dashur, ti që shikon zemrat që njerëzit nuk i shohin. Ti një lotët, o Zot, dhimbjen, atje ku askush nuk është pranë. Ti një zhgënjimet, tradhtin, humbjet edhe plagët që ne kemi mësuar t'i fshehim dhe t'i mbulojmë prapa buzëqeshjes. Sot nuk cillim për sosmërinë tonë, por me anë të kësaj lutje sjellim copëzat tona të thyera. Afrohu pranë mikut, vllajt, motrës që ka zemrën e thyer. Shëroje, restauroje dhe bekoje. Bekoj burrat dhe gratë që po më ndjekin sot, fëmijët dhe familjet e tyre, o Zot. Udhëhiqi dhe shëroj në emrin e Jezusit. Amen dhe amen. Miq të dashur, ky ishte meditimi i këtij mëngjesi. Lutem që të keni një ditë të bekuar dhe një javë të re me Zotin. Nëse ishte bekim për ju ky meditim, ju ftoj që ta ndani me miqtë tuaj në Facebook, në WhatsApp, kudo, në mënyrë që të gjithë të bekohen nga fjala e Zotit. Pres ju takoj sërish nesër. Deri atëherë, Zoti me ju.